إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وبعد. Falendrimet, lavdërimet, adhurimet tona qofshin për Allahun krijuesin absolut. Paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin shembullin e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar besimtarë, në xumën e kaluar kemi folur për alkoolin, rreziqet e tij, dëmet dhe pasojat dhe dënimet e frikshme të cilat e presin njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër, atë për të cilin e konsumon alkoolin. Sot me lejen e Allahut të lartësuar ne do të flasim dhe do të trajtojmë një nga hadithet ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se komplet zinxhiri, komplet ata të cilët angazhohen në një farforme duke e zhvilluar dhe duke ja mundësuar dikujt për ta pirë alkoolin, që të gjithë këto kategori janë të mallkuar nga Allahu i lartësuar. Për këtë arsye i dërguari alayhi salam në këtë hadith shprehet duke thënë: La'ana Allahu al-khamra. Allahu e ka mallkuar alkoolin. Pra Allahu e ka mallkuar këtë pije. Alkoolin për arsyen se ai e zbret njeriu dhe ja heq epitetin e tij, nga të qanurit njeri e zbret në një kategori të olt, e zotëruna ndoshta edhe me sjellje më të pahishme se sa edhe vet kafshët. Kështu i dërguari alayhi salam në këtë hadith tregon që të gjithë kategoritë të cilët angazhohen me alkoolin janë të mallkuar nga vet Allahu i lartësuar. Dhe thot, Allahu e ka mallkuar pra alkoolin, atë që e pi, atë që e shërben, atë që e shet, atë që e blen, atë që e prodhon, atë për të cilin prodhohet, atë që e bardh, atë tek i cili bardhet dhe atë i cili përfiton nga fitimi i tij. Që të gjitha këto kategori njerëzish janë të mallkuar nga Allahu i lartësuar dhe rrjedhimisht i dërguari alayhi salam, nëse preken në një formë direkte ose indirekte me alkoolin, është rreziku që të përfshihen në mallkimin e Allahut të lartësuar. Në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: La'ana Allah. Allahu e ka mallku alkoolin dhe këta njerëz. Çka do të thonë mallkimi i Allahut? Mallkimi i Allahut është largim dhe përjashtim nga mëshira e tij. E nëse Zoti nuk të mëshiron, atëherë ku je nis? Dhe nga e ke vendin për botën tjetër. Pa mëshirën e Allahut të lartësuar njeriu nuk ka xhenet që siguron. Për këtë arsye njeriu duhet të dalë sa më shpejt që është e mundur nëse gjendet në njërin nga këto kategori. Si ta marrë vesh se një mëkat i caktuar, një gjuna i caktuar, i përket kabairu dhunub, mëkateve të mëdha të cilat dikush nga njerëzit mund t'i bëjë. Kjo është mirë më mojt mend që me urujt për këtyre mëkateve, sepse këto mëkate të mëdha e shkatërrojnë robin nëse nuk pendohet. Këto mëkate të mëdha ja vështirësojnë jetën, ja rëndojnë jetën dhe ja rrezikojnë ahiretin e tij. Çdo mëkat i cili ka mallkim për to, për kryesjen e atij mëkati ka mallkim, ose ka kërcënim serioz, ose ka dënim të rënd
për personin, për kryesin atij mëkati, atëherë ky mëkat nuk është mëkat i kategorisë vogël, i ulët, por është mëkat prej mëkateve më të mëdha që dikush nga njerëzit mund t'i bëjë. Pra, mallkim, kërcënim serioz apo dënim të rënd, këto 3 elemente, nëse një mëkat i ka, atëherë ose njërin nga këto, atëherë na tregon se mëkati në fjalë është prej mëkateve të mëdha, që njeriu duhet të ruhet prej tyre. Të nderuar besimtarë, këtu duhet me pas një vëmendje, me pas një gjë parasysh në këtë hadith pejgamberit alayhissalam që e përmendëm. Që këtu Allahu Azza wa Jall nuk e mallkon dhe i dërguari i tij nuk e mallkon vetëm pirësin e alkoolit, por e mallkon të gjithë zinxhirin që vije deri tek pirja e alkoolit. Andaj këtu e gjen përgjigjen ai personi i cili na pyet se a lejohet me shërby alkoolin. Këtu është përgjigjja. Edhe njeriu duhet që të reflektoj. Pra ne po i flasim muslimanëve, besimtarëve, vllaznive ton, habibave ton, njerëzve që javduam të mirën pos si vetes. Dhe këto qëndrime të cilat po i shpalosim përpara juve nuk janë qëndrime që i përkasin dëshirave njerëzore, mirë po i përkasin krijuesit të njerëzve, dhe ai e ka ditë se çfarë për neve është e dobishme. Andaj kërkon prej neve që të mos e ndihmojmë të keqen, të mos bëhemi shkaktar që dikujt i themi të bëft mirë, një diçka që Allahu ka thonë se s'të bën mirë. Mos ja servojmë dikujt një pije e cila e hidhron Allahun të lartësuar dhe të i tregojmë atij se mirë je duke bë, veç vazhdo. Nuk lejohet që të bëhet një veprimtari e tillë. Po nëse dikush eventualisht gjendet në këtë punë, a duhet që ta braktisë një herë, themi se shumë shpejt duhesh me u largu prej saj, dhe të mos e ndihmosh këtë veprimtari dhe të kërkosh një punë tjetër, një alternativë tjetër dhe dije se Allahu do ta lehtësoj përderisa ti i friksohesh Allahut për këtë çështje. Pra, këtu nuk mjafton veç me thonë se unë nuk e pi, nderuar besimtar. Pyetja shtrohet se a je duke ndihmu, a je duke janë mundësu dikuj që me pi alkohol, a je duke heshtur përballë ti. Nëse është përgjigjja po, atëherë dije se je pjesë e mëkatit, edhe pjesë kogja e konsiderueshme e mëkatit. Pra nuk themi se sikur ai që e pin, sikur ai që se pin është i njëjtë tek Zoti me mëkat. Jo. Sepse ai që e pin ka mëkat hala më të madh. Mirpo ai i cili i dërgon dikujt edhe punon si transportues, pra as nuk e pin, as kur gjë nuk bën, mirpo e bardh, e dërgon, i furnizon lokalet, i furnizon restorantet, i furnizon marketet. Edhe ai është pjesë e mëkatit, edhe ai i cili ka në dyqanin e tij alkohol që shet dhe ju thot muslimanëve se pine, pra kjo është e rrezikshme vllazni. Kjo është e rrezikshme për shkak se ti kur e mban në dyqanin tënd, kur ti e bardh me veturën tënde, ti je duke thonë se mu nuk është pra në mënyrë të heshtur je duke bë këto. Jo që po e thu me gojë, mirë po në veprimtari del se ti je tu i thon njerëzve, Zoti pse ka thonë është e ndaluar, mos po më intereson. Pra për mua nuk më prish punë, ndesh pijen, ndesh mos e pi. Jo. Besimtari duhet të angazhohet që të mos bëhet pjesë e një veprimtarie e cila e hidhron Allahun e lartësuar dhe është punë e cila nuk sjell bereqet dhe fitimi i saj është të jetë me pasoja të mëdha dhe me humbje të çdo vlere që i përket vlerës, domethënë monetare. Një tjetër çështje e cila po ashtu na shqetëson, po ashtu na preokupon, po ashtu na detyron që të flasim për to, është se kur ne i shohim disa prej vëllezërve, disa prej njerëzve të mirë që i konsiderojmë, disa prej muslimanëve të cilët janë bajnë vetës si fetare, mirë po e shohim se ai është duke pi në anën tjetër të tavolinës kafe, ndërsa shoku me të cilën është ulur është duke pi alkohol. A lejohet që ne të ulemi me një vend ku pihet alkoholi, në një tryezë, po themi në një tavolinë ku pihet alkoholi. Nuk lejohet një gjë e tillë, për shkak se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Wa-man kana yu'minu billahi wal-yawmil akhir, fala yajlis fi ma'idatin tudaru 'alayha al-khamr."
Kush beson në Allahun e lartësuar dhe në ditën e gjykimit, atëherë mos të ulet në një tavolinë ku shërbehet alkoholi, në një tavolinë ku pihet alkoholi. Pra lëre që nuk lejohet me pi, nuk lejohet me shërbye, krejt ato kategori që i tham. Po as nuk lejohet me ul në një tavolinë. Pra të kemi kujdes çka jemi duke thonë, nuk lejohet me ul në një tavolinë ku pihet alkoholi. Dikush thotë se po vjen marrë bre me muçu se krejt shok, krejt meq, e unë muçu, minërën po janisin me etiketime, po thojnë një bo haxhi, e bo kështu ti pra pambetur. O vëllezër të nderuar, o besimtar, o musliman, ma mirë është me tu hidhru dikush nga njerëzit, se sa ti me hidhru Allahun tënd. Para të cilit ki me pas llogari, ndërsa njerëzit të marrin llogari, do të me pas kujdes që ata mos me hidhru. Një shoqëri e cila të rret ty, edhe të thot hajde po dalëm me pi kafe. Dhe njëri prej shokëve nuk ti respekton gjërat të cilat ti i ki. Domethënë ato pikat në të cilat ti je i ndjeshëm shumë dhe nuk është me ty i mirë kuptueshëm, atëherë ai nuk është shok i vërtet. Ai njeri i cili të fton për kafe dhe e merr alkoolin, ai nuk është duke të nderuar. Nuk është të nderu pasha Allahun, nuk është të nderu. Sa ai është duke të ftu që ti mi bë me kat Allahut. Andaj mos pranon që të ulesh në një tryezë e cila ajo tryezë hidhron Allahun e lartësuar dhe të bën pjesë të mëkatit dhe pjesë të hidhrimit tek Allahu i lartësuar. Pra nderuar besimtar, duhet që ne të largohemi nga çdo farë forme, nga çdo lloj ndihme që ja mundson dikujt nga radhët e mendjeletëve të besimtarëve, që me pi alkoholin ose me ja bë të lehtë të qasshëm këtë pije. Imagjinoni sot gjithë këtë përhap me të alkoolit e kemi. Krejt që po flasim, i kemi marketet dhe këto pasha Allahun po e them sikur m'ia thon një vllau tim, sikur m'ia thon një djalit tim. Krejt marketet i kemi marketet të muslimanëve. Restorantet e cilat na rrethojnë i kemi restorantet të muslimanëve. Dhe njerëzit e cilët na thirrin nëpër ahengje familjare, i kemi musliman. Atëherë ka na përshkroj ky alkohol në këto përmasa shqetësuese. A dini cili është shkaku kryesor? Shkaku kryesor është se unë edhe ti kena pranuar me shku. A ka alkohol që atë? Jo, nuk shkoj. Ti i thu nuk shkoj, ai tjetri nuk shkon, ai tjetri nuk shkon, ai detyrohet mos me bë ahengun familjar me alkohol. Ai i cili ka në marketin e tij alkohol dhe shet alkohol dhe ne themi se nuk do të hyjmë në atë vend derisa të hiqet alkoholi, atëherë çka do ndodhte? Do të hiqej alkoholi sepse ai e ka qenë përfitim. Gjithashtu restoranti, por ne kemi lëshu kej këto parime, duke e shtirë edhe veten atë. Kemi lëshu kej këto parime dhe nuk e kemi më këtë dert, kështu na ka përshkruar kjo gjendje tmerruse, ku e shohim se besimtarët musliman pa fije turpi pihet alkoholi, reklamohet alkoholi dhe askush nuk e konsideron se kjo është gjë e madhe, ndërsa kjo është nga mëkatet e mëdha dhe nga gjërat të cilat e sjellin hidhrimin dhe ndëshkimin e Allahut të lartësuar. Allahu na ruaj. Qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.